Universi ka një mesazh të veçantë për ty. Zgjidh një letër për të zbuluar se çfarë do të vijë në të ardhmen tënde nga sot deri në fund të 2025-s. Mirë se vini në Golden Truth Tarot. Në rubrikën e sotme, zgjidh një letër. Kemi 4 grupe, se cili nga këto 4 grupe përfaqësohet nga një kristal apo një gur i veçantë, dhe me intuit, me ndjesi, zgjidh atë që përshtatet më shumë me energjinë tënde. Duke filluar nga grupi i parë, ku kemi gurin e fuqishëm të Piritit, guri që lidhet me parat, me bollokun, me mbarësinë, guri që na ndihmon të manifestojmë më shumë të mira materiale në jetën tonë. Kurse grupi i dytë kemi varsen e bukur me gurin e hënës. Ky është guri që lidhet me intuitën, është guri që lidhet me energjinë femërore, që lidhet me anën tonë emocionale. Kemi grupin e tretë, këtu kemi varsen me kuarcin e qartë, ose siç njihet ndryshe mjeshtri i të gjitha kristaleve, amplifikatori, ai që na ndihmon të bëjmë ëndrat tona realitet. Ky është kristali më i fuqishëm që na ndihmon të manifestojmë dhe të afrojmë më shumë të mira në jetën tonë dhe të jemi versioni më i mirë i vetes, të jetojmë në potencialin tonë maksimal. Dhe grupi i fundit kemi varsen me gurin e bukur të labradoritit. Labradoriti është guri i magjisë, është guri që na ndihmon të zbulojmë rrugtimin tonë shpirtëror, është guri që na ndihmon të kuptojmë më mirë veten, të zbulojmë cilësitë tona, talentet e veçanta, çfarë ne na bën unik në botë edhe çfarë ne kemi për t'i ofruar shoqërisë, edhe për të qenë më të plotësuar vetë si individ. Të gjitha këto varse, gjithashtu edhe gurët e Piritit, nëse jeni të interesuar, mund t'i porosisni direkt nga website-i im. Aty mund të gjeni edhe plot varse, byzylyk, mund të gjeni unaza, vath, dhe mund të porosisni edhe tarot e para shqiptare dhe letrat e orakullit që unë do të përdor sot gjatë këtij leximi. Nëse jeni të interesuar, vetëm në www.goldentruthtarot.com, linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe të përshkrimi. Aty mund të porosisni edhe lexime private nëse jeni të interesuar për një lexim me mua. Ju falenderoj shumë dhe tani le të fillojmë me parashikimin. Për ty që zgjodhe grupin e parë me gurin e bukur të Piritit, le të shikojmë se çfarë mesazhesh ka universi për ty duke filluar nga sot, kur ti po e shikon për herë të parë këtë video dhe deri në fund të muajit. Mesazhi i parë është që ti ke shumë potencial. Ke shumë potencial, ke shumë aftësi, duhet besosh më shumë tek vetja, sepse ti mund të realizosh gjithçka që ti dëshiron. Je në një fazë ku aftësia jote manifestuese është shumë e fuqishme. Prandaj qëndro sa më optimist, pozitive, mendo për të ardhmen, fokuso tek dëshirat e tua, mos lejo dyshimet ose paqartësitë apo pasiguritë të tjerëve të kenë impakt tek ty. Vazhdo beso tek vetja, sepse gjithçka që ti po mendon në këto momente, në të ardhmen do t'jetë realiteti yt. Prandaj ki besim, gjithçka po ecën ashtu siç duhet. Dhe konfirmimi vjen sërish. Nënta e monedhave më tregon që ti je në rrugën e duhur për të manifestuar bollok, mbarësi, sukses. Shikoj që je një person që ke vuajtur shumë nga ana financiare, ke pasur vështirësi në fëmijëri, në familje, mungesa të ndryshme, dhe një nga dëshirat e tua është që të kesh pavarësi ekonomike, të kesh liri, të kesh një jetë të mirë për veten tënde, por edhe për të tjerët, edhe për familjen tënde. Dhe të shikoj shumë të fokusuar, sidomos në këtë muaj që ka mbetur të 2025-s dhe më tej, fokusi yt është totalisht tek të fituarit para,
të kesh sukses, të kesh ato arritje që ti dëshiron për veten tënde dhe shikoj që do vi me sakrifica. Kjo rrugë që ti ke zgjedhur nuk është një rrugë e lehtë, kjo është një rrugë që do vi me shumë sakrifica. Mund të sakrifikosh edhe jetën tënde private, kohë me familjen, kohë për të gjetur dashurinë, apo edhe për ta shijuar dashurinë, si për të arritur këtë sukses nga ana financiare. Por gjithçka do bëhet realitet për ty. Ai stil jetese që ti dëshiron, mundësitë më të mira, luks, para, gjithçka do vi në jetën tënde. Vetëm vazhdo, bëj durim. Dhe shumë e rëndësishme, si mesazh nga universi, thot mos e mbaj kokën pas, çfarëdo ka ndodhur, çfarëdo që ka kaluar, mund të kesh edhe një dëshirë të brendshme për t'i vërtetuar një personi nga e shkuara që ti mund t'ja dalësh pa këtë person. Shikoj një situatë ku dikush të ka ndihmuar nga ana financiare, mund të ketë qenë një lidhje dashurie, mund të kesh qenë një marrëdhënie ku personi ka qenë më mirë nga ana financiare në krahasim me ty, apo mund të ketë qenë një person që ka pasur pritshmëri më të larta për sa i përket pjesës së raportit, mund të ketë vendosur të shkëputet nga kjo marrëdhënie për shkak se ti nuk e pasur nga ana financiare aq sa ky person ka dashur apo ky person ka pasur si aspirat për veten dhe ti tani ke një dëshirë të brendshme për t'i vërtetuar këtij personi përmbi të gjitha vetes tënde që ti mund t'ja dalësh, që ti mund të fitosh para, që ti mund të jesh një person i suksesshëm. E ke këtë dëshirën për t'i vërtetuar dikujt nga e shkuara jote, dikujt që t'ka nënvlerësuar, dikujt që mund të ketë thënë diçka që të ka lënduar, mund të jetë dashuria, po mund të jetë edhe një situatë ku një person i familjes apo një person me cilën ti ke punuar më përpara, të ka thënë diçka që të ka mbetur shenjë, diçka që të ka lënduar dhe ka të bëjë me sa vlen ti si person, sa arritje ke, sa para ke, sa sukses ke në jetën tënde. Dhe ke një dëshirë, një ambicie të jashtëzakonshme për t'i vërtetuar të tjerëve që po, unë mund të fitoj para, po, unë mund të kem sukses, po, unë mund t'ja dal. Por mesazhi nga universi është i qartë, mos e mbaj kokën pas, bëj gjërat sepse ti do t'i bësh jo për të tjerët. E rëndësishme është që ti jesh mirë, ti jesh në paqe me veten tënde. Dhe shikoj që diçka shumë e mirë do të ndodhë në muajt në vijim. Kjo është një mundësi për të fituar para, kjo është një punë e re, kjo mund të jetë një punë e dytë, mund të jetë një bashkëpunim, është diçka me vlerë dhe lidhet me planet e tua. Pra një nga ato dëshira që ti ke në këto moment, shumë shpejt përpara mbylljes së 2025-s, do bëhet realitet, ti do marrësh një lajm, një mundësi që do të të gëzoj jashtëmangëse, diçka që mundet edhe të nxjerr pak nga zona jote e komfortit, sepse shikoj edhe pak nervozizëm, mund ta kesh pak me frikë. Për disa persona, kjo është diçka që ka të bëjë edhe me një udhtim, me një mundësi për të punuar diku jashtë në krahasim me vendin ku ti jeton, pra mund të jetë në një shtet tjetër, mund të jetë në një qytet tjetër, ku ti do të udhëtosh për punën, mund të jetë pak e frikshme ideja e të qenurit larg familjes, të pasurit një distancë, por është shumë e mirë për ty si mundësi. Dhe do të sjell është pikërisht në linjë me atë plan që ti ke, me atë vizion që ti ke për veten tënde për të ardhmen. Prandaj po, thoni po kësaj mundësie, sepse është mundësia e duhur. Dhe do të vi në një moment ku diçka në jetën tënde është gati për t'u shkëputur, diçka është gati për t'u mbyllur. Mesazhi nga universi është i qartë, nëse nuk del nga situata përpara se të ndodhë kjo gjë, mund të kesh probleme. Shikoj një situatë krize, shikoj një situatë problematike, një situatë ku diçka, po ju a them nga ana metaforike, po imagjinoni sikur të jetë një tërmet apo një situatë ngjarje e jashtëzakonshme, siç mund të jetë një zjarr apo një event i madh. Nëse të gjen brenda në moment, mund të të zër tërmeti brenda ose mund të zër pjesa e zjarrit brenda, shkëputu.
Dhe kjo ka të bëjë me situatën tënde aktuale. Je në një situatë që nuk është e shëndetshme, nuk është e mirë, nuk është pozitive, edhe ti e di shumë mirë që kjo gjë nuk do zjas, çfarëdo qoftë për ty, mund të jetë puna aktuale që ke, mund të jetë një marrëdhënie që ke, është diçka në jetën tënde që nuk është e mirë, nuk është e shëndetshme, nuk ka një bazë të shëndosh, ka shpërthime vazhdimisht, shpërthime inati, shpërthime nervozizmi. Nëse ti nuk largohesh edhe vazhdon që ndronë në këtë situatë, atëherë shpërthimi dhe pasojat do të kenë impakt të fortë të këty. Shkëputu përpara se të ndodhë diçka. Dhe letrat më thonë që ti do e marrësh si shenjë në kohën e duhur dhe do shkëputesh pa ndodhur problemi, pa ndodhur kjo situata e krizës. Do arish ti bësh bisht rrezikut, problemit, sfidës, çfarëdo që do të vi për ty, do t'jesh je e mbrojtur ose i mbrojtur nga universi, sikur ke një ëngjëll mbrojtës që do të udhëzoj dhe do të të nxjerrë jashtë rrezikut përpara se diçka më tej të ndodh. Dhe mund të jetë një person, ky mesazh është i veçantë nëse ti vet e ke shenjën kryesore, shenjën e diellit ose ascendenten në Dem, në Virgjëresh ose në Bricjap, ky mesazh specifik për ty, që e gjitha kjo pjesa e rëmujës, pjesa e kësaj situatës së papritur, e kësaj krizës, ndryshimi pozitiv që vjen për ty dhe ti kalimi nga kjo faza e tranzicionit nga ana financiare në një fazë ku ti ke bollëk, ke mbarësi, ke atë stil jetese që ti dëshiron, ke të mirat që ti dëshiron dhe që i meriton sepse ke vuajtur, ke sakrifikuar, ke punuar shumë. Tani ke nevojë të shpërblehesh dhe universi thot po, unë do të t'jap, unë do të t'mbroj, unë do të gjitha ato mangësi unë do të shpërblej për sakrificat e tua, vetëm ki besim. Ose nëse ti vetë që ke zgjedhur këtë grupin e parë, nuk e ke shenjën kryesore ose shenjën ascendente në shenjë toke, atëherë është një person afër teje, një person që ka shumë energji toke, siç të thash Dev, Virgjëresh ose Bricjap, që do të të ndihmojë jashmase dhe ky person do luajë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin tënd, në pavarësinë tënde ekonomike, sepse është njëri i suksesshëm, është njëri që di të menaxhojë parat, është njëri që mund të ketë një biznes dhe të ndihmon të fillosh punë tek biznesi i tij ose të bashkëpunosh me këtë person për diçka, po mbështetu sepse ky është personi i dur dhe është njëri shumë pozitiv, shumë dashamirës. Dhe mesazhi i fundit më thotë që koha e pritjes ka mbaruar. Ka mbaruar koha e pritjes. Universi më thotë që nuk do t'jesh më mes dy rrugëve, nuk do t'jesh më në udhkryq, nuk do t'jesh më me 1.000.000 pikpyetje si do shkoj kjo gjë, si do shkoj kjo tjetra. Zgjidhja po vjen. Çlirimi për ty po vjen. Koha që ti ke pritur me bollëk, me mbarësi, që ke pritur që fati të të buzëqesh po vjen dhe mbi të gjitha para po vinë për ty, para dhe një punë më e mirë, të ardhura më të mira, një situatë shumë herë më pozitive. Ki besim sepse e gjitha do të zgjidhet deri në fund të 2025. Situata jote financiare që ke aktualisht deri në fund të vitit do të jetë komplet ndryshe aq më tepër në fillim të 2026. Kjo ishte gjithçka që unë shikoj për ty që zgjodhe grupin e parë. Të falenderoj shumë që më ndoqe, të uroj gjithë të mirat, sa më shumë fat dhe mbarësi në vijim, dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim. Tani le të kalojmë te grupi i dytë për ty që zgjodhe varsën e bukur me kurin e hënës. Dhe le të shikojmë se çfarë mesazhesh ka universi për ty nga sot deri në fund të 2025-s. Dhe mesazhi i parë që universi ka për ty është që në muajt në vijim është mirë të qëndrosh në heshtje. Është mirë të tërhiqesh. Intuita jote do të jetë e fuqishme, do të jetë e jashtëzakonshme. Ti do ta dish thjesht me ndjesi se kush janë personat që të duan të mirën, kush janë miqt, kush janë armiqtë e tu. Do ta dish kush janë ata që po të gënjejnë, kush janë ata persona që po fshehin diçka. Por
Mënyra më e mirë për ta menaxhuar situatën është të mos thuash asgjë. Je shkëputu, thjesht distancohu, ktheji energjinë tënde tek vetja, studio, mëso diçka të re, përgatitu, me aq sa ti ke mundësi dhe planet e tua zhvilloj në sekret, pa e ditur askush se çfarë ti po bën. Le të kalojmë te grupi i dytë për ty që zgjodhe varsen e bukur me gurin e hënës dhe le të shikojmë se çfarë mesazhesh ka për ty universi nga sot deri në fund të 2025-s. Mesazhi i parë për ty më thotë që në muajt në vijim është mirë të qëndrosh në heshtje. Është mirë të mbash sekret planet e tua. Mos i bisedo me askënd, sepse energjia negative të tjerëve do të pengoj, do të sjellë probleme. Puno në heshtje, studio në heshtje, përgatitu në heshtje. Gjithçka do të shkojë shumë mirë, ti je një person shumë spiritual, je një person me një intuitë të jashtëzakonshme, je një person i mbrojtur, prandaj vazhdo përpara, por duhet të mbrosh energjinë tënde në këtë periudhë shumë e rëndësishme. Dhe do të zbulosh të vërtetën. Intuita jote do të tregojë se kush janë miqt, kush janë armiqt e tu, personat që po të fshehin diçka, personat që po bëjnë komplote mbas shpinës tënde, ti do ta dish të vërtetën. Po më e mira është që mos të ballafaqohesh me askënd, mos thuash asgjë. Thjesht të shkëputesh, thjesht të tërhiqesh. Vetëm në këtë formë ti do dalësh fituar, sepse duke u treguar të tjerëve, do t'i japësh atyre mundësinë që të përgatiten dhe të të sulmojnë. Dhe mesazhi më thotë qartë që në të shkuarën ti ke biseduar, ke folur për problemet, për emocionet, për ndjesitë e tua. Dhe shpesh të kanë thënë që ti je njëri shumë emocional, të kanë thënë që ti i përjeton gjërat më shumë se ç'duhet, krijon drama, krijon probleme. Dhe kjo të ka mësuar ti mbash emocionet e tua brenda vetes. Të ka mësuar që mos të shpërthesh, mos të reagosh më shumë se ç'duhet. Është e rëndësishme që në muajt në vijim të fokusohesh tek shëndeti mendor, tek menaxhimi i stresit, tek menaxhimi i ankthit. Je në një fazë ku shikoj që ke frikë, ke pasiguri, ke paranoja, të duket sikur diçka do të ndodhë, sikur një situatë do krijohet, që ka të bëjë me emocionet e tua, shikoj mërzit, shikoj të pakënaqur nga shumë gjëra, por situata do përmirësohet. Energjia e harmonisë më tregon që situata do vi duke u përmirësuar në muajt në vijim. Do arrish të gjesh ti vetë një balancë ndërmjet punës, ngarkesave, gjërave që ti do të arrish dhe jetës tënde private, jetës në familje, në çift, do arrish të gjesh një situatë pozitive. Dhe energjia është e qartë nga universi më thotë që gjithçka duhet bërë me masë. Përpiqu mos t'i lejosh të tjerët, por edhe veten tënde të kalosh në ekstrem, në ato ekstreme ku ti e di se sa mërzitesh, ku ti e di se si mund të shpërthesh, ku ti e di se sa e vështirë është për të dalë nga ajo gjendja melankolike në momentin që ti kalon në atë fazë. Prandaj ndaloje veten kur e shikon që po mërzitesh apo dikush po të ngacmon, po të bën që të dalësh nga qetësia jote kur ta prish dikush rehatin tënde, ndaloje këtë gjë, thua jo, unë nuk do të lejoj që askush të më mërzis, askush ta prish qetësinë time. Shkëputu, do të jetë e rëndësishme në muajt në vijim përzgjedhja e njerëzve që janë afër teje, sa kohë ti i kushtohesh të tjerëve dhe atë fazë në të cilën mund të kesh mërzi apo dikush përpiqet që të bëj diçka, më e mira do të jetë të lexosh, më e mira do të jetë të shohësh ndoshta një film, diçka që ty të jep qetësi, ty të bën që të kthehesh në gjendjen e paqes, në gjendjen e harmonisë. Intuita jote është e saktë, do dalen shumë të vërteta, shumë sekrete do dalen.
gjëra që janë të fshehta për momentin kur ta shikosh këtë video. Ti e di që edhe e ke si intuit, si parandjenjë, dhe universi thot po, konfirmimi është ky. Do dalen sekretet që ti i di, ndoshta jo në mënyrë të mirëfill të gjitha detajet, por me ndjesi ti e di se çfarë do të vi. Po kjo do të jetë një fitore për ty. Do të jetë një fitore e madhe sepse do mundesh nga ana shpirtërore të mbyllësh një plagë të vjetër. E vërteta mund të jetë e dhimbshme ndonjëherë, por e vërteta është ajo që na çliron, e vërteta është ajo që na jep liri. E vërteta është ajo që ne na bën të kuptojmë në radhë të parë që kishim të drejtë, sepse e shikoj që edhe në të shkuar njerëzit mund të kenë akuzuar për paranoja, mund të ketë thënë jo, ti je çmendur, ti fantazon, nuk është realisht kështu, gjërat nuk janë ashtu siç ti mendon, ashtu siç ti thua. Dhe kur gjithçka të konfirmohet në muajt në vijim, të dalë vërteta jote, për ty do jetë një fitore e madhe, do jetë një çlirim i madh nga ana emocionale. Shikoj shpirtërisht do të ndihesh shumë më mirë. Ti ke nevojë për këtë të vërtetë. Ti ke nevojë për këtë të vërtetë, se si njerëzit kanë gënyer, se si njerëzit të kanë tradhtuar, se si njerëzit kanë lënduar dhe e kanë fshehur këtë lëndim, e kanë fshehur, kanë gënyer si për ta mbuluar këtë të vërtetë të madhe, po e vërteta do dalë. E vërteta do dalë, është e pa evitueshme. Mesazhi nga universi më thotë, mos ki frikë sepse çdo gjë, çdo sfidë, çdo peripeci, gjithçka ka ndodhur në mënyrë që ti të përgatitesh për bekimin që do të vijë drejt teje. Shikoj një person, nëse ti vetë ke energji të fortë, ujë, shenjën ascendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk, kjo është energjia jote dhe më tregon që nga ana emocionale deri në fund të vitit ti do të ndihesh më mirë. Do të ndihesh më mirë, do të jesh në një fazë shumë më pozitive, do të jesh në një periudhë ku ti do t'i dedikohesh më shumë gjërave të tua, vetes tënde, dhe do largo një stres i madh, një rëndesë e madhe do largohet për ty. Në të kundërtën, nëse shenja jote kryesore nuk ke energji të fortë ujë, atëherë shikoj që ti do të gjesh dashurinë e vërtetë. Personi i duhur do të vijë tek ty dhe personi i duhur do të shërojë plagët që dikush tjetër ka krijuar. Të gjitha ato gjëra që ti mund të jesh lutur dikujt të t'i jap apo të bëj për ty, ky person do t'i bëjë në mënyrë automatike, nuk do kesh nevojë ta kërkosh. Nuk do kesh nevojë të kërkosh që të të sjellë lule apo të të bëjë dhuratë apo të të marrë në telefon, të të lajmëroj ku shkon diku. Të gjitha ato gjeste që ti do doje që partneri ose partneri aktuale ti pret që të bëj për ty, shikoj ky person që do të vinë në jetën tënde do të bëj gjithçka. Dhe në një farë mënyre këto sfida që ti ke kaluar dhe që do të kalosh për një kohë përpara se të mbyllet viti, janë të gjitha për të të përgatitur dhe për ta vlerësuar më shumë këtë princin e kaltër që do vinë në jetën tënde. Po, dhe mesazhi i fundit më thotë do dalësh nga një situatë kontrolli, do dalësh nga një situatë sepse shikoj që dikush është përpjekur nëpërmjet parave, nëpërmjet financave, të të mbaj bllokuar, të të mbaj në vend numëro, të të bëj presion, sepse e di vështirësinë që ti nuk ja del dot vetë financiarisht me të ardhurat e tua dhe ka përdorur parat, ka përdorur gjendjen ekonomike për të bërë presion edhe për të krijuar këtë dhimbjen emocionale, këtë presionin nga ana psikologjike, gjithçka, por fakti që ti po punon në fshehtësi, po studion në fshehtësi, po përgatitesh në fshehtësi, po gjen një punë në fshehtësi, e gjitha kjo do të t'jap atë lirinë që ti ke nevojë. Dhe do dalësh, më në fund do të çlirohesh nga kontrolli, nga posesiviteti dhe shikoj një periudhë që ka qenë e vështirë për ty. Ky person, pavarësisht se mund të ketë dhënë nga ana financiare, negativiteti që ka pasur vazhdimisht në marrëdhënie, ajo
sensi i të qenurit shumë dorë shtrënguar, skemi, kufizim në gjithçka, ka sjell ters, ka sjell probleme të vazhdueshme. Në momentin që ti do shkëputesh nga kjo situatë, dhe kjo e vërtet që do zbulohet, është e rëndësishme që të zbulohet në mënyrë që ti të fitosh lirinë tënde. Momentin që kjo do të mbarojë si situatë, do të shikosh se sa bekime do të vinë për ty edhe nga ana financiare, edhe nga ana monetare, dhe shikoj një periudhë shumë herë më të mbarë, një periudhë shumë herë më pozitive. Mund të duhet të shpenzosh, shikoj një mesazh specifik për disa persona që e kanë zgjedhur këtë varse, që mund të duhet të gjesh një banesë tjetër, të shkëputesh dhe të marrësh një banesë me qira, të jetosh me vete, mund të jetë një shpenzim që është ndoshta i konsiderueshëm, do duhet të japësh para këstin e parë apo këstin e dytë para dhënie, po është për të mirën tënde. Liria është më e rëndësishme, të dalësh nga kontrolli, të dalësh nga presioni, të dalësh nga këto situatat ku askush nuk merr përgjegjësi për veprimet e veta, vetëm të fajsojnë që ti po shpreh shumë emocionet e tua, që je një person dramatik, që je një person që i egzageron gjërat, dhe asgjë nuk merret seriozisht, asgjë nuk ndryshon. Fakti që zgjodhe me intuit kurin e hënës, kur i hënës lidhet me qetësinë emocionale, lidhet me ekuilibrin emocional, do të thotë që ti ke nevojë për këtë energji dhe ke nevojë të dëgjosh këto mesazhe. Tregohu fort, qëndro pozitive gjatë kësaj periudhe, e vërteta do të zbulohet, gjithçka do të vërtetohet dhe ti do të kesh mundësi të shkëputesh nga e gjithë kjo. Jeta për ty do të fillojë një cikël komplet të ri dhe një person i jashtëzakonshëm do të vinë në jetën tënde, që do të shërojë të gjitha ato plagët që janë shkaktuar në të shkuarën. Vetëm ki besim, dhe ti ndoshta e ndjen, me intuit e ndjen që je në atë fazën ku gjërat, ku universi po të përgjigjet, po i përgjigjet lutjeve të tua, po i përgjigjet manifestimeve që ti po bën, po i përgjigjet zërit tënd. Kështu që vazhdo edhe shikoje nga ana vizuale në mendjen tënde, imagjinoje veten me princin tënd, me personin ideal për ty, dhe në një situatë shumë më pozitive, me lumturi, ku ndjenjat e tua vlerësohen, ku ndjenjat e tua dëgjohen, dhe ku ti je vetvetja dhe ke mundësi të jesh e lirë, pa e ndrydhur veten, pa e ndrydhur ndjesitë, emocionet e tua. Kjo është gjithçka që unë shikoj për ty që zgjodhe grupin e dytë. Të falenderoj shumë që më ndoqe, të uroj gjithë të mirat dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim. Tani le të kalojmë te grupi i tretë për ty që zgjodhe kristalin e kuarcit të qartë, mjeshtrin e kristaleve, një ndër kristalet më të fuqishëm që na ndihmon të manifestojmë ëndrat dhe dëshirat tona. Le të shikojmë se çfarë mesazhesh ka universi për ty, duke filluar nga momenti që ti e shikon këtë video deri në fund të 2025-s. Wow, mesazhi i parë është i jashtëzakonshëm. Ti do të arrish sukses, do të arrish famë, do të arrish të jesh një person i njohur, emri yt do të dëgjohet në punë, emri yt do të dëgjohet në familje, do të jesh personi që merret si shembull, personi që ka arritur një sukses edhe të tjerët të shohin me shumë admirim, të tjerët mund edhe të të marrin opinione, të të pyesin si arrite, si e bëre këtë gjë. Shikoj sukses, një sukses të jashtëzakonshëm për ty, dhe kjo është diçka që ti e ke pasur si ëndër për një kohë të gjatë. Ylli më tregon që ti do të shkëlqesh, që ti do arrish atë dëshirë tënde, do bëhet ajo dëshira jote e madhe, do bëhet realitet, dhe do të ndodhë shumë shpejt, sepse është letra e parë. Wow, shikoj një periudhë ku ti do dalësh nga kufizime, nga vështirësi, ke kaluar një fazë të errët, ke kaluar një fazë ku
ke qenë në një tunel të errët, ku nuk e ke ditur se si do dalësh nga kjo situatë. Një situatë që ka qenë e zymt, nuk e ke ditur kush është ana pozitive. Ana pozitive e së gjithës, dhe shpesh mund ta kesh pyetur universin, pse o Zot po më ndodh kjo gjë, pse po kaloj këtë sfidë, pse universi unë jam në këtë situatë. Dhe mesazhi nga universi më thot qartë, sepse ti duhet të kaloj atë sprovë në mënyrë që të arrije këtë sukses, në mënyrë që të shkëlqesh, në mënyrë që të tregosh diçka nga vetja jote që është e veçantë, që të bën ty ndryshe nga personat e tjerë. Sepse ti je një diamant dhe diamanti duhet përpunuar, duhet të kalojë në disa procese derisa të arrijë në atë formën që shkëlqen, në atë formën e bukur që ka shumë vlerë. Dhe të gjitha këto sfida kanë qenë pikërisht kjo, pjesa e përpunimit që ti të arrish shkëlqimin tënd maksimal. Wow, dhe Asi i Shpatave më tregon që do të kesh një përgjegjësi të jashtëzakonshme, një përgjegjësi të jashtëzakonshme në mënyrën se si komunikon me të tjerët, në mënyrën se si ti sillesh, çfarëdo sfida që ke kaluar në jetë dhe je në këtë fazën që gjërat po mbyllen, fundi i ciklit, të gjitha këto të kanë dhënë një konfidencë të jashtëzakonshme. Shikoj që ke një siguri tek vetja në mënyrën se si flet, në mënyrën se si sillesh. Je një person që njerëzit të shikojnë me admirim dhe të shikojnë si një lider, të shikojnë si një person që ata mund të marrin shembull edhe mund të thonë kur ky person ja doli me vështirësitë, me gjithçka që jeta e solli mund t'ja dalë edhe unë. Plus Asi i Shpatave më tregon edhe për një mundësi shumë të mirë nga ana ligjore, dokumenta, të finalizosh diçka që ka të bëjë me një çështje gjyqësore, me një çështje emigracioni, me një çështje ku ti ke bërë një aplikim dhe ke pritur prej kohësh që të mbyllet dhe do të mbyllet dhe do të zgjidhet në favorin tënd. Ti më në fund do ta marrësh atë dokument që ti ke kërkuar, do të marrësh nga ana ligjore atë të drejtë që ty të takon, që mund të jetë mohuar prej kohësh. Dhe kjo është një fitore e jashtëzakonshme për ty, është diçka shumë e madhe. Wow, dhe energjia e vdekjes po më tregon që kjo është diçka serioze. Është diçka që ti ke luftuar për një kohë të gjatë për ta arritur. Dhe kjo është zgjidhja përfundimtare, ku ti e merr, aprovohet, të jepen dokumentat, gjithçka, dhe është mbyllja e një cikli të dhimbshëm, e një cikli të vështirë, e një cikli ku ti thua tani vetëm më e mira mund të vijë mbas këtij momenti, sepse pjesa e keqe, pjesa e vështirë do të kalojë tashmë dhe do të mbyllet, do të finalizohet deri në fund të 2025-s. Po, sukses, sukses, fitore. Nga ky moment, ti do të kesh edhe mundësi të tjera. Shikoj që dyert do të hapen, qoftë në pjesën profesionale, do kesh mundësi më të mira, qoftë në arritjet e tua, sigurisht pjesa e shoqërisë, pjesa e familjes, njerëzit që e dinë se sa ti ke sakrifikuar, se sa ke vuajtur për këtë realizim, ato mund edhe ta festojnë me ty, mund të organizojnë diçka, një festë për t'u mbledhur, për të thënë bravo për këtë arritje, është një moment i shënuar në jetën tënde, është një moment i veçantë. Shikoj që suksese do të vinë për ty nga nga momenti që ti e shikon këtë video e mëtej. Energjia e gjashtës më tregon që do të kesh një krenari të madhe për veten, për arritjet, fakti që dole me kokën lart nga ajo situatë. Po, dhe tani ke mundësi të bësh realitet shumë gjëra që i ke pasur si ëndra më përpara, shumë gjëra që ti ke dashur ti bësh më përpara, që nuk ke mundur, tani do të jetë realitet për ty. Edhe mund të jetë edhe një çështje që ka të bëjë me lirinë tënde, pra për dikë ky është një mesazh i veçantë, po nëse dikush është në burgim apo një person që ti e njeh apo ti vet, shikoj që do të merret vendimi pozitiv dhe ti do të lirohesh dhe do të kesh mundësi pastaj jeta jote nuk është më në pauzë, ti mund të vazhdosh jetën, mund të bësh zgjedhjet e tua, mund të vazhdosh të realizosh të gjitha ato dëshira që ti
gjëra që ti ke menduar, planet, çfarë ke, jeta kthehet në normalitet, gjëra do të fillojnë të lëvizin, se për një kohë të gjatë ke qenë në pauzë, asgjë s'ka ecur, asgjë s'është përmirësuar, ke pasur shumë kufizime, gjëra që të kanë penguar, të kanë mbajtur në një situatë në vend numëro. Dhe tani çlirohesh nga e gjithë kjo, tani nuk do dish nga t'ja fillosh, kush është prioritet, kush janë ato gjërat kryesore, kaq shumë plane, kaq shumë dëshira ke në vijim. Dhe mesazhi nga universi, wow, më tregon që të pret mbarësi, të pret begati, shikoj një situatë bashkimi me familjen tënde, një situatë ku për disa persona mund të jetë fakti që ke qenë larg për një kohë të gjatë, dhe nëse je në emigracion dhe s'ke mundur të udhtosh për shkak të dokumentave, marrja e dokumentave do të të ndihmojë që ti të bashkohesh me familjen tënde. Shoh plane që lidhen, plane që ju do t'i bëni në fund të vitit, sidomos rreth periudhës së festave, plane për të jetuar të gjithë bashk apo për të jetuar pranë njëri tjetrit, do të hapësh një biznes familjar, do të përfshihesh me familjen tënde, do të kesh njerëz afër, do të kesh dashuri, do të kesh suport afër vetes. Kjo pjesë është shumë shumë e rëndësishme për ty. Dhe dieta e monedhave më tregon që në afatgjatë do arrish të ndërtosh diçka me familjen, një pasuri të përbashkët. Siç thash, mund të jetë një biznes i përbashkët, mund të jetë fakti që të gjithë jetoni afër me njëri tjetrin ose në një banesë dhe të gjithë parat i mblidhni, ndihmoni njëri tjetrin. Sfidat e njëpasnjëshme do të shpërblehen jo vetëm për ty, po do të shpërblehen edhe për persona të tjerë. Ti do të ndihmosh familjen, ti do të ndihmosh shumë e shumë njerëz që ti i njeh. Ti je ai personi që do të thyesh atë zinxhirin e varfërisë apo atë zinxhirin e problemeve, të sfidave. Ti do të jesh heroi ose heroina e familjes tënde. Do të jesh ai personi që sjell ndryshimin e madh dhe e përmirëson gjendjen jo vetëm për vete, por edhe për personat e tjerë. Një sukses, një fitore e jashtëzakonshme, përgatitu, sepse do kesh shumë shumë punë në fund, sidomos në fund të vitit mund të planifikosh dhe 2026 mund të gjej me shumë punë, me shumë angazhime, sepse suksesi është i yti, do shkëlqesh, do jesh në një fazë që mund të ndodh për dikë që është tërhequr nga kjo energjia e kuarcit të qartë. Fakti që të tërhoqi ky gur, kjo energji, më tregon që mund të ndodhë edhe një gjë komplet e papritur, që ti arrin të bëhesh virale ose viral në rrjetet sociale nga hiçi, merr famë menjëherë nga një video e vogël, nga diçka, dhe ajo pastaj kthehet në mundësi. Për një kohë të shkurtër ti e sheh veten në televizion, për një kohë të shkurtër e sheh veten në intervista, për një kohë të shkurtër e sheh veten në situata që ti s'e ke menduar veten më përpara që mund të ndodhte për ty, do ndodh komplet në mënyrë rastësore. Dhe do të vi pastaj sigurisht me para, do të vi me mundësi punësimi, do të vi me oportunitete të tjera, do hapen kaq shumë dyer për ty, sa mund të kesh edhe momente në muajt në vijim që do ndjesh një mbi ngarkesë të madhe, do thuash wow, nga t'ja filloj kaq shumë gjëra. Bëj ato zgjedhje që janë më të përshtatshme me personalitetin, me karakterin tënd, mos bëj kompromise të mëdha për të dalë nga vetja, pavarësisht se mund të vinë me përfitime nga ana financiare, gjithmonë përpiqu ti qëndrosh vetes, atij autenticitetit tënd, kush je ti si person, sepse ajo veçantia tek ty, ajo aftësi që ti ke, ai talent që ti ke, ajo energji që ti ke, është pikërisht ajo që të bëri ty të veçantë dhe ajo që do të bëjë që ti të shkëlqesh. Kështu që mos e ndrysho atë dritën tënde, atë esencën tënde, kush ti je për askënd tjetër. Në momentet, në kohën më vonë, po flas gjithmonë në 2026 e më tej kur fillojnë edhe mundësitë më të mira, po jeta është në një fazë
transformimi. Universi më thotë që lutjet e tua shumë shpejt do të marrin përgjigje dhe suksesi është i yti, do të ndodhë shumë shpejt. Unë të uroj gjithë të mira, të falenderoj shumë që më ndoqe dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Falenderit, mirupafshim. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin për grupin e 4, për ty që zgjodhe gurin e bukur të labradoritit, gurin e magjisë, dhe të shikojmë se çfarë mesazhesh do të sjell universi për ty nga tani deri në fund të 2025-s. Të shikojmë çfarë do të vi për ty. Wow, shikoj që je në një periudhë ku ke nevojë të qëndrosh vetëm. Ke nevojë të qëndrosh vetëm, ke nevojë të organizosh jetën tënde. Universi thot mos shpenzo shumë kohë me njerëz edhe të humbasësh kohë me gjëra boshe, me gjëra që nuk të sjellin diçka me përfitim. Në këtë fazë që ka mbetur në këto muaj, bëj një pastrim të ambientit të shtëpisë, bëj një riorganizim të rrobave të tua, një riorganizim të punës, një riorganizim të kuzhinës, të ambientit të makinës, të gjithë shkaje që të krijon rrëmuj, të krijon stres, të krijon kaos. Ky është momenti për të marrë gjërat konkretisht, për të bërë një plan, për të bërë një analizë të jetës tënde, ku je në këtë fazë, në këto momente, për të menduar në mënyrë sa më racionale, për të bërë disa llogari, dhe këtë gjë mund ta bësh ti vetë, nuk është dikush tjetër që mund të të riorganizojë jetën. Ti e di se çfarë gjërash janë rrëmuj dhe çfarë ti mund të bësh nga ana jote për ta sistemuar situatën. Po merr pak kohë vetëm. Universi thotë qartë qëndro, organizo gjithçka, bëj një lloj detoksi ndoshta edhe të mënyrës se si ushqyer kohët e fundit, një detoks të trupit tënd, kujdesu për veten më shumë, kujdesu për ambientin më shumë. Kjo do të të ndihmojë. Dhe shikoj një periudhë pozitive për sidomos nëse ti ke pasur shqetësime nga ana shëndetësore, do të jesh në një fazë rikuperimi, do të jesh në një fazë ku shëndeti gjërat vështirësi do vinë duke kaluar, po të duhet një rregull, të duhet një disiplinë fikse, duhet ta mbash këtë disiplinë në mënyrë shumë korrekte. Nëse je lutur, thua dua të jem më mirë, dua ta kaloj këtë shqetësim shëndetësor, nëse e ke pasur si shqetësim që ka të bëjë me stresin, apo thjesht me aktin, thjesht me një mungesë motivimi, një mungesë frymëzimi, një gjendje mërzie, plogështie e përgjithshme, gjëja më e mirë që mund të bësh është të fillosh nga riorganizimi i gjithçkaje, sepse edhe në aspektin psikologjik, nëse ambienti rreth teje është i rrëmujshëm, nëse ka shumë kaos, ka shumë gjëra, edhe mund të jetë i rregullt, por nëse ke shumë gjëra që ti nuk i përdor, gjëra që janë të mbledhura, ka shumë volum kudo, edhe syri nuk shikon pastërti, nuk shikon rregull, ajo krijon konfuzitet, siç ke shumë gjëra në shtëpi, ashtu ke edhe shumë mendime në mendje, lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë, minimizoj gjërat, dhuroj disa, shiti disa, hidhi disa, domethënë çfarë nuk vlen më për ty, që është e tepërt, që nuk ka një vend specifik, largoje se ke nevojë për të çliruar. Shikoj shumë mendime, ti që ke zgjedhur këtë energji, ke shumë ngarkesë psikologjike, ke shumë mendime, ndoshta prandaj të ka tërhequr labradoriti, sepse është guri që të ndihmon në anën spirituale, është guri që ndihmon tek menaxhimi i stresit, është guri që ndihmon për menaxhimin e ankthit, të jep qetësi, të ndihmon të shikosh gjërat në një kuptim më të gjerë. Po unë shikoj që do dalësh, mesazhe nga universi më tregojnë që një situatë toksike do përfundojë. Kjo është një situatë që ka të bëjë me një varësi, me një adiksion që ose është i yti,
është një problem që ti vetë e ke, që e di që është ke abuzuar me diçka edhe duhet ta ndryshosh këtë gjë, ose është një person i afërt teje që të ndikon ty, sepse sa herë që ai person nuk është i vetëdijshëm, nuk është në formën më të mirë, ndikon edhe tek ty, të prish ty humorin, të streson ty, të mërzit ty, po do ndryshoj diçka. Energjia më thot qartë, e letrave, mesazhi nga universi është i qartë që mos u mërzit sepse gjërat do ndryshojnë, do përmirësohen. Ose do ndodh ky ndryshim tek ty që ti vetë do krijosh vetdije për që ka ardhur kulmi dhe duhet me patjetër ta largosh këtë ves, këtë bllokim nga ana jote, ose dikush, ky person afër teje, do e heq këtë ves, do bëj një ndryshim, do thotë po duhet të ndaloj se po lëndoj edhe të tjerët, nuk është e mirë për mua. Dhe shikoj presion, shikoj gjykim, do bëhen shkak të tjerët, gjykimi nga shoqëria, gjykimi nga njerëz të tjerë në familje, do bëhen shkak që ky person ta marrë si vendim, të ndaloj. Mos e ki problem pjesën se si e shikojnë të tjerët, se si mund të gjykojnë të tjerët, se çdo njeri ka probleme në familjen e vet, çdo person ka situata të ndryshme, pavarësisht se disa gjëra njerëzit mund të thonë disa jo, nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që ti të dalësh nga kjo situatë e vështirë, kërko ndihmë. Mesazhi nga universi më thot qartë, nëse ke nevojë për ndihmë, nuk ndihesh mirë, nuk je mirë nga ana psikologjike, je në një periudhë që të errët, kërko ndihmë nga të tjerët, bisedo me të tjerët, shiko opsione, mendo për nëse zgjidhja është terapia ose mendo që dikush ndoshta mund të të ndihmojë në lidhje me këtë person të familjes që e ka këtë problem, kërko ndihmë, mos mendo se po gjykohesh, mund të habitesh se sa njerëz mund të jenë në të njëjtën situatë me ty, kur e flet, kur e bisedon. Ti e vetmja gjë që ke në dorë është pjesa e riorganizimit, pjesa e detoksit, pjesa e të mbajturit të situatës, në ato gjëra që ti mund t'i menaxhosh në kontroll, po pjesën tjetër të duhet ndihmë nga jashtë dhe mos ki frikë nga gjykimi i njerëzve. Shikoj në vetëmbrojtje, për disa gjëra ti do t'i qëndrosh në mënyrë fikse ideve të tua, do thuash unë e mendoj kështu, unë e di që situata është kështu, dhe shikoj shumë luftarak ose luftarake me persona të tjerë, se do ketë njerëz pozitiv, do ketë njerëz që do të paragjykojnë, për ata që do të ndihmojnë, do jenë me një vlerë shumë të madhe për ty. Për të tjerët ti do dish të mbrosh veten tënde, do dish të mbrosh personin që ti e ke të afërt, nëse dikush rreth teje ka këtë problem, ti do ta mbrosh këtë person me mishe me shpirt, do bësh gjithçka nga ana jote që të marr atë ndihmën që ka nevojë, që situata të zgjidhet. Energjia e shtatës më tregon që po, ke njerëz të cilët nuk e kuptojnë problemin, ke njerëz të cilët do mundohen si të gjejnë arsye për mos të të ndihmuar, po vazhdo lufto, qëndroj asaj që ti e di se është e vërteta jote, asaj që ti e di se duhet bërë, shkoj deri në fund. Mund të dalin disa probleme nëse kërkon ndihmë nga institucionet të caktuara, nga organizata, shoqata, ndihmë në shtet, mund të dalin disa probleme, mund të thonë që jo nuk kualifikohen për këtë gjë, nuk ta aprovojnë për këtë ndihmë, mund të dalin probleme të tilla, po vazhdo lufto. Nëse dikush të mbyll një derë, vazhdo trokit në një portë tjetër, trokit derisa përgjigjja të jetë pozitive, gjithashtu siç ti e dëshiron, sepse është diçka që duhet ndihmë me patjetër, nuk mund ta zgjidhësh komplet vetë, është një situatë e shikoj delikate dhe është kthyer në një situatë toksike për ty dhe për familjen dhe për njerëzit e tjerë. Po, e shikoj
Për ty që zgjodhe këtë, shikoj një energji që lidhet me fëmijën, shikoj një energji që lidhet, mund të jetë fëmia yt, mund të jetë një fëmijë i afërt me ty, i familjes, dikush që ka nevojë për ndihmë, ka një shqetësim nga ana shëndetësore, mund të jetë një mesazh specifik ky, po e ndjej që për disa mesazhe nga universi thotë e di që ti kërkon këtë zgjidhje për fëmijën tënd dhe zgjidhja do vi, unë do të të ndihmoj, do ta gjesh rrugën e duhur për të rënë në kontakt me personat, me mjekët apo me specialistët që mund të të ndihmojnë në këtë situatë. Vazhdo të kesh besim, fëmia do të jetë mirë, do të jetë shëndetshëm ose e shëndetshme, do ta kaloj këtë vështirësi, do ta kaloj këtë sprovë, nga ana shëndetësore do të përmirësohet, gjithçka do të jetë mirë. Nëse ky mesazh është për ty në mënyrë, pra nuk, nëse je në një fazë që nuk ke fëmijë apo nuk ke krijuar familje akoma dhe ndjeve dëshirën dhe me intuit ndjeve që është pikërisht varsja me labradorit e duhura për ty, shikoj që kjo situata e toksicitetit, e negativitetit, e gjykimeve, mund të jetë diçka që ka të bëjë me dashurinë, me një lidhje që nuk funksionon, me një lidhje e cila vazhdimisht ka probleme, vazhdimisht ka konflikte, po ti ke nevojë për një dashuri të sinqertë, ti ke nevojë për një dashuri të pastër dhe do të zgjedhësh veten tënde, do zgjedhësh të mos e hidhërosh më zemrën, të mos e hidhërosh më veten. Dhe atëherë fati do të buzëqesh. Fati është në anën tënde. Mesazhi kryesor nga universi për ty është që nuk je vetëm. Nuk je vetëm. Gjërat po shkojnë në këtë formë, situata kanë ndodhur, por ti gjithmonë je një person që ecën me ndjesi, me mendimet e tua pozitive, ti ta gjesh rrugën e duhur. Dhe deri në fund të vitit, deri në fund të 2025-s, gjërat do të lëvizin për ty në këtë drejtim, në drejtimin që ti e ndjen, thua, ok, fati po kthehet, po dal nga kjo periudha e bllokimit, kjo periudha e vështirë, prandaj edhe duhet të krijosh hapësirë duke bërë pjesën e pastrimit të shtëpisë, në mënyrë që energjia të qarkullojë, dhe mos nëse problemet i ke brenda në shtëpi, në mënyrë që energjia të qarkullojë, duhet të ketë hapësirë, duhet të ketë pastërti, duhet të ketë rregull dhe duhet të ketë hapësirë që të vinë gjëra të reja, që të vinë mbarësia, që të vinë mirësia, që të qarkulloj paraja, të qarkulloj problemet, energjia negative të lëviz, të dalë, duhet me patjetër që ti të përgatitesh edhe vet nga ana mendore, të përgatitesh që gjithçka ti thua vetes, ok, gjithçka do të jetë mirë, frikra, pasiguri që mund t'i kesh pasur në të shkuarën t'i lesh pas. Universi thot qartë, fati do të buzëqesh, mos ki frikë nga gjykimet, kërko për ndihmë, kërko, bëj pjesën tënde, pjesën që të takon, sepse nëse nuk kërkon, fati i buzëqesh guximtarëve, duhet edhe të marrësh ti një hap përpara dhe pastaj universi është një hap me ty, të jep një shans, të jep një mundësi, gjërat lëvizin, fillon rrota e fatit lëviz në avantazhin tënd dhe ti del nga kjo situata e bllokimit, sidomos nga ana shëndetësore, nëse problemi është diçka që ti e ke kaluar, je në fazën që do të ndihesh më mirë, në fazën e rikuperimit, nëse ka të bëj me fëmijën tënd, me një shqetësim që ti e ke kaluar edhe më përpara me fëmijën, por mund të jetë diçka që përsëritet ose diçka që nuk i ke gjetur një zgjidhje përfundimtare, shikoj që do të përmirësohet edhe do të shohësh një përmirësim të ndjeshëm në krahasim me trajtimet apo kurat apo terapitë që mund të kesh bërë më përpara, tani do të jetë një ndryshim i rëndësishëm dhe do të vi pikërisht drejt fundit të vitit, do të jetë edhe një formë
një formë për ty për të lënë të gjitha këto sfidat e kaluara në 2025-ën për të lënë pas, se ky ka qenë një vit i ngarkuar për ty, një vit me stres, një vit me lodhje. Po ky vit të ka bërë edhe të zbulosh anë të vetes tënde që ti nuk i ke ditur që i ke më përpara. Të ka bërë që të kesh më shumë dëmshuri, ky vit të ka bërë që të kesh më shumë besim tek vetja, ky vit të ka bërë që të zbulosh, që të ke durim si person, që ke shumë durim, një durim që nuk e dije që i kishe pasur më përpara. Ky vit ka qenë një nga ato vitet e rëndësishme, me sfida, me lodhje, por që është drejt përfundimit. Gjithçka po mbyllet. Energjia e vjetës më tregon që pjesa më e vështirë, sprovat më të mëdha, periudha më e ngarkuar do të mbetet pas. Ti je në periudhën e fundit tani, ku nuk ka mbetur, shumë pak mund të ketë mbetur dhe nga aty pastaj vetëm gjëra pozitive do të vinë. Do dalësh nga kjo energjia e bllokimit, nga kjo energjia e tërësit dhe mbi të gjitha rrota e fatit më tregon që fati është në anën tënde. Është në anën tënde, gjërat do të lëvizin shumë mirë për ty në drejtimin e duhur. Vetëm vazhdo, beso dhe lufto për atë që ti do. Lufto, mos i merr gjërat personale dhe diçka tjetër që është e rëndësishme, mos u bazo tek egoja, opinionit të tjerëve, vetëm shikoj gjërat në çfarë të duhet për veten tënde dhe çfarë të duhet për fëmijën, çfarë të duhet për personin në familje që ka nevojë për ndihmë, atë shikoje në një këndvështrim të gjerë. Prandaj edhe të ka tërhequr labradoriti, sepse labradoriti ndikon tek pjesa e botë kuptimit, ndikon tek pjesa e botës tënde të brendshme, por edhe që ti shohësh gjërat, të aktivizosh syrin e tretë të mençurisë, të shohësh përtej iluzionit, përtej anës fizike, të gjesh atë sensin më të thellë shpirtëror kur ngjarjet ndodhin, kur sfidat ndodhin, kur vështirësitë ndodhin. Ti e kupton që përtej asaj, kjo eksperienca, kjo sfida, të gjitha këto, shlyerja e karmës, likuidime të ndryshme, balancimi i karmës në këtë jetë, është gjithçka e përkohshme, sepse ti, esenca jote, shpirti yt do të vazhdojë edhe më tesh, janë thjesht sprova që duhen kaluar. Prandaj shikoj dhe shumë mençuri, botë kuptim, mënyra se si ti e shikon jetën ka ndryshuar. Ky vit ta ka ndryshuar këndvështrimin mbi jetën, mbi njerëzit, mbi botën, mbi sëmundjet, mbi sprovat, vështirësitë, gjithçka. Ti tani koncepton gjërat komplet nga një këndvështrim tjetër dhe ke arritur një mençuri të rrallë dhe je një person me një dije të veçantë, me një zhvillim shpirtëror të veçantë, sepse ky është një nga gurët më të fuqishëm. Fakti që të ka tërhequr labradoriti do thotë që je një person magjik, je një person unik, je një person me një ndjeshmëri dhe një shpirt të zhvilluar. Mund të jesh edhe numrin e jetës, mund ta kesh një numër nga 7-a deri tek 33-shi, pra ose 7, 8, 9, ose 11 numër mjeshtër, 11, 22 ose 33, atëherë ky mesazh është i veçantë për ty. Dhe është e thjeshtë për ta llogaritur, thjesht mblidhi numrat e ditëlindjes tënde, datën ku ke lindur, me muajin, me vitin, mblidhi të gjitha si numra tek. Kur arrin tek një numër dy shifror, mblidhe edhe atë numër derisa të arrish në një numër të vetëm. Nëse numri është 11, 22 ose 33, ai nuk mblidhet, është numër mjeshtër, dhe kjo më tregon që ti je shpirt i vjetër, ti je një person që ke një mision të caktuar për jetën tënde, por edhe për familjen tënde, për të shlyer diçka që ka të bëjë me karmën familjare, diçka që ka të bëjë edhe me zhvillimin e shpirtit tënd. Prandaj mesazhi nga universi thotë qartë, ti duhet ta kaloje këtë sprov, duhet ta kaloje këtë situatë, mësove çfarë duhet të mësoje, le egon më një anë dhe
Për këtë arsye dhe universi do të të shpërblej me shëndet për veten dhe për personat rreth teje që janë të rëndësishëm që ti i do dhe që luajnë një rol të veçantë në jetën tënde dhe fati është në krahun tënd nga fundi i vitit e mëtej. Okej, kjo është gjithçka që unë shikoj për ty që zgjodhe varsen me labradorit. Të falenderoj shumë që më ndoqët, të uroj gjithë të mirat dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.